Unë jam Božidar Tomashević. Që sa vjetë jeton që të fshat? Unë jam 49 vjetë. Edhe qyshe që në këtë fshat jetojnë dy komunitetet edhe serbe dhe shqiptarë. Mirë. A keni pas në herë të lashëm me zvete edhe... Për para e ka pas, tash s'ka kur gjatë. Ta drejta kanë vëllë, ma shumë se na ka drejta. Serbe du që kanë drejta... Sep ka drejta ma shumë se na, kështu që në sarat dikush në dire në tishtë. Pa ka morë djonë, ndima sociale, 5 gjëre morë djonë, edhe Serbisa unë e këti qka kërkëj këta. Jemi këtu në fshatin Syrigan. Në këtë fshat jetojnë dy komunitetet, komuniteti serb dhe e shqiptar. Unë jam Božidar Tomashević. Që sa vjetë jetojnë që të fshat? Unë jam 49 vjetë. Edhe qyshe që në këtë fshat jetojnë dy komunitetet edhe serbe dhe shqiptar. Mirë. A keni pas në herë të lashëm me zvete edhe... Për para e ka pas, tash s'ka kur gjatë. Ju jeni e martun edhe me një... Një pej Shkodrës. Për Shkodrës. Po. A më nëshme nga të në pika shkurta që shinjetuar pse bashkë... Shumë mirë. Pse bashkë në Shkodrë, shkove me marë njëse. Atëra, sti si puna që anej edhe e pone... Pa jam shkua nej, tani kanë zati, tani. Edhe në qëtë pjesë jetojnë edhe populata shqiptare. Po. A komunikoni me zvete, Po, shkoni me pi po, kafe, po, në po, përdarsma, shkojna. në përvarrime. Krejt shkojna bashkë. Edhe asnjë problem se keni me Kena zvete. asnjë problem. Cili në veri të Kosovës për ndodhin disa të lashe. Por atje unë mos më pitë atje dhe nuk e dinë. Po, qysh është e mundshme që atje, e këtu midis Drenicës, me pas dy komunitetet edhe me jetu shumë nuk ka asnjë problem. Këtu asnjë problem. Asnjë problem s'kena. Me Faleminderit shumë komshi për kohën. jena krejt, rregull, bashk, dalem runik, pijen kafe, i stogu, s'kena problem, asnjë problem. Me mu në intervistë është zotëri Gjevat, ish përfaqësuesi i fshatit, me të cilin do të bisedojmë për jetesën në këtë fshat edhe për mënyrën që kanë jetuar dy komunitete. Zoti Gjevat, fillimisht faleminderit shumë për kohën. Mirë qofshi. A mundesh me na tregu pak a shumë qysh kanë jetuar përpara edhe tash serbët edhe shqiptarët në këtë? Do të përpiqem ato se është bë mosha, në është harra diçka, po në qoftë se keni diçka, jo bëni pyetje, unë nuk përgjigj me ato çka ka mundësi. Fshati Syrigan fshitet pjesa ku jemi këtu i takon komunës Skënderajt. Po. Ndërsa për te lumit ku jashtë në pjesën anej, është i takon komunës i Stogut. Po. Është fshat që shtrihet në pjesën veri perëndimore të Kosovës. Në pjesën ku jemi këtu jetojnë dy komunitetet, komuniteti serb dhe komuniteti shqiptar. Marrëdhëniet e para luftës kanë qenë si fshin, kështu jo dhe aq forte kësia, pas luftës janë pak më të acarume, megjithatë është përmirësuar situata, nuk është sikur vitin 2000 e këtej. Të thotë janë përmirësuar. Kemi punu, tash ka tolerancë më të madhe mes serbëve dhe shqiptarëve. Ata jetojnë jetën e vet, në tonën, nuk kanë ndonjë, as nuk kanë frikë, po nuk kanë edhe pengesë prej dikujt, si pengon kush. Unë kam qenë përfaqësues i fshatit, kem pas ankesat maja dhe kemi hjek shumë derisa i kemi binë se pas luftës duhet jetohet në paqë. Edhe kemi arrit dy komunitetet me i taku, me integru një farforme, aq sa kemi pas mundësi në strukturat tona shtetërore, shtetit Kosovës, që kam fjallin. Edhe nuk mungon ajo, po më duket që tash veç çdo gjë është e përfunduar. Ako me kush është e martuar midis serbëve dhe shqiptarëve? Kemi një rast këtu, në fshatra tjera ka ma shumë, këtu kemi një rast, është kryetari i fshatit përfaqësuesi i pjesës serbe, Boško Tomashević, e ka gruan prej Shkodrës, Shkodrane. Nuk qenë ajo fort. Me to, a pini kafe në me to? Normal se po pim kafe dhe takohemi, po jeta është vetë dinamike, nuk po kem kohë edhe me vllaznin lla këtu me u taku të ashtu punu e tu. Po aja që është më rëndësi, çdo gjë është në rrjedhat e jetës, rrjedhat normale të jetës, gjithmonë të krahasuar me të kaluame, me të pjesën më njerë pas lufte. Tash është çdo gjë në normalitet. Ju shohim një stat në veri të Kosovës, atje po ka përplasje midis shqiptarëve dhe serbëve. Çu është më atje me pas, është midis Drenicë, zemrët Kosovës me jetu dy komunitetet me njëra, edhe mësë pas kërë probleme. Politika ka është diçka tjetër. Ne pas këtij fshati kemi kontakt edhe me serbë tjerë, të fshatrave tjera, këtu për rreth, më në fund të fshatrave të Koloshinit atje. Po nuk është të situata, është që është e paraqesin aq e rrezikshme si e paraqet politike.
unë besoj që një të ardhme të afërm do të integrohet gjithë strukturat tona shtetërore. Shën një vullnet njerëzve, kam fjallën të komunitetit sërb. E sa i përket kësaj pjesës të fshatit Boj dhe Surigon, që kemi një pjesë të minoritetit sërb, nuk ka ndonjë problem, besoj që në të integrum plotësisht. Edhe fort nuk reflektohet situata e veriut këtu të këta. Jo, çdo gjë shkon rrjedha normale kështu tjetës. Kishtë bos në mesazh për nuk të kanë Për Surigon ku jetojnë dy komunitetet, edhe serb dhe shqiptar. po shikoni, unë nuk e përsjellë fort politikën, megjithatë po flas për strukturat tona të komunës sonë, edhe pse ka njëherë na jetë pak hatri, ma shumë jenë të interesuar për ta se për ne, po vetë natyra e punës tyne është pak me integru dhe kanë arrit me integru. Ta për çdo ditë shkojnë Skënderaj, kryjnë punët në komunë, kthehen, asgjë nuk u mungon. Megjithatë vetë situata politike e ka bërë që nështë me u interesu me ta për ta ma shumë se për neve. Çka do të thotë se mos me pas punu, s'kishin mujt me integru. E këta nuk e shohin vetën si të fymë, ose si të lanën pas dorë, si ka njëherë qeshin me ne, thujnë ma shumë është e jonja se ju, janë atë formën për pushtetin tonë. Kështu që nuk mungon të ta, se sha. Për politika duhet javash më shku, me studiu gjonat. Njerës nuk janë fajtorë. Që sa vjet jeton në këtë fshat? Koliko godina së zhivi shumë? 63. 63. Edhe që zhjën marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe serbëve. Ka kësohet në si me gjalbanat të... Shumë bukur. A keni pas nërë të lashe probleme? S'ka kur gjo. A ka një familje që në martu shqiptarë me serbë? Iq probleme s'ka. Ndëri, s'tash ka për plase. Që shpeshet që midis Drenicës për jetojnë serbë dhe shqiptarë? To je malo politička stvar, neka oni reše. A mi smo ovdje rešili za 100 godina. Da živimo zajedno, opet. Që për thot? Ata politika le të rregullon atje, këtu i kemë rregullu, po thot, edhe për 100 vjetë na dojmë jetu bashkë. Cili kish më konë mesazh rrët për krejt edhe për serbë dhe shqiptarë? Koji bi bio tvoj mesazh za Albance i za Srbe ovdje? Molim, koji bi Poruka tvoja za Albance Srbe? Da živimo opet zajedno. Mi jetu prap bashkë, po. A beson që mundet me ndodhë kjo? Shumë shpejt? Të moguće. 100%. 100% po atë. Pse jo? Faleminderit shumë për një pyetje. Shumë edhe ju. Hajde, me të mira. Milja. Do zhenja i zhenja. Unë jam Lut Huka, jemi fshatit Boj, këtu jetoj familje. Që sa vjet jeton në kështë? Vallaj, që 44 piskëvlit. Këtu jetojnë edhe komuniteti serbë. Po, serb. A keni pas nërë probleme të Ja, lashe ja. me zvete? A i kua luftës normal për të gjitha ditë që ka qenë, me ashtu të kemi pas të lashe, po tash të për tash, në të lashe nuk ka. Kërësërja, na pedim që po dërshën stata në verije të rëndë, po këto nuk ka diçka lëvizje, këta rinësit, nuk bojnë probleme, që përshesh njët kërkush, ka familje, balë, dikon, pasat gjarët familje janë, dikon, po... Po që një pikë t'i fshati, familje qoftë shqiptar, qoftë serbë, për shkak Po të këto një kështë ka dek, një ka darë për i tu, kështë që o lejet e vishë për familjet. E përmendi si do në vëri. Që është të mund me ndëri me pas tensione e midis Drenicës me tu bashkë edhe serbë. Interesant nuk i shumë nëse dalë dyqyrë bënë protesa se morë diçka jus. Dhe sa s'kem po. Ka ndosë lashtë ka më shëtë që shkojnë në këmetim, ma si dhe vës nuk ka kështë rinë qetë, e për cilën setatën polisis ka e cili s'ta dalë një tjeta, ta drejta kanë bëdhë, ma shumë se na ka drejta. Serbë thuj që kanë drejta. Serbë ka drejta ma shumë se na, kështë që në sarat dikush në dire në tishe. Faleminderit që. Pa ka morë djonë, ndihma sociale, 5 gjëre morë djonë, edhe të Serbisa unë e këti qka kërkëj ta. Që sa vjet je banore këtij fshati? Që 72 vjetë. Apo do kënë shumë? Ha? Unë jam i ri, Ti i ri. unë 26 vjet i kam. Ti 26 vjetë.
Po, E babën sa vjeç që ki? babën e kom 70. 70? Po, E 2 vjetë ko ka majri sonë. Pikoj gjeti? unë jam për Gjakovës. Gjakovës? Po, Gjakova burat mirë. Aty 72-ën e kom kry shkollën e lartë, po, e pe aty fakultetin e kom kry në Mitrovisë, atje në Prishtinë, masare, aty ka qenë shkollë e lartë, gjuhë Shqipe. e që shqiti puna këta? Qëto? Po, në Syrigani, e kom kështu, Jam i lindur më po rëkto. mirë, po, pëse si kënë dru me këshyën e ka tjetë me tu, po kënë... Kam marrë shpijat Mitrovisë që ku i kam një stokë, po se në rëj këtu me kur zhëheq. Se? Ma mirë se një stakë Po, në Mitrovica? a, pa lemar, po këtu jemi. Këtu pëmen me mil me gjithët e poshtë në zinet. S'ka gjonë, këtu ki gur, ki drunin, ki blektorin, ki bujësin. Rrugën në asfaltume në vitet e 10 është asfalt në gjatë. So, Ose që kënë a atë kështu. ka pas në ku kështu ikjet masive të banorëve? Po shkojnë, tash po shkaqe ekonomike. Që këta shqiptarët kanë pika pak të sërë, të dhe këta jenë apëshe. Po, pëse ka kave në kave atë që... Jo, s'ka kave për në shpep, se kave. okej. Unë s'pata kave aty, Po, po ju po, luta po, për kave, tash hajde Jo, pim jo, kave. Faleminderit shumë, po... Ka dole se se po rrugakës. Po shkojnë për këshymë ne që zhjetojnë edhe pjesa e Serbëve, ndaj. Po këta Qamanimi kanë... kanë kushte pak më të mira, se sigurisht morën edhe donacione prej Serbisë, edhe prej nesh. Nuk u mungo asgjë. Rrugë pa kokëndësia. Po rrugët, po presin që banë edhe këto. Banë edhe këto. Ne kur kem pas si fshat asfalt, ndoshta këto qendrat e vogla, komunat e vogla, klinja e Skeneroj, a kanë pas e s'kanë pas siç. Po, Ma te kemi këtu. Është ndër fshatrat më të vjetra, ndoshta edhe para Vushtërës, edhe para Novobërdës, këtu ka qenë një kaza, një vend banim shumë i vjetër. Kaza me, thuhet që ka qenë edhe me, ma ose është veç Shkodra, Syrigana. E ka përfshi regionin deri te Deçanit e Patrikana, edhe këtë pjesën Drenica e Kuqe, që ka i them anej për i Drenosit. Ka qenë në administrimin e kësaj qendre. Shka poshtë. mirë, po shka që pas ka shumë banorë, të s'ka që s'pas ka s'ko pa... Kanë, ne kemi qenë ashtu 613 banor, na kanë zonë lufta këtu, Po, po jo vëllai pak kemi me se kanë shku, kanë migru, dritë, për shkaqet ekonomike, jo për gjë tjetër. Se këto ku ishi as në Spenja. Kjo pjesa sërbe këtu ku, për këti momentit është pjesa serba, po. qatje manal ku kjo, Po. atje, kësajt kjo pjesa sërbe këtu. A din mirë shëp në fol? Tonë din po s'flasim. Se? Zdon. Flasin, me mu që e di gjuhën nuk flasin, me këta që se din, flasin. Flasin shqip se s'mu i kuptohen ndryshe, me mu nuk Ah, flasin. okej, me ata që se din gjuhën serbe, edhe folje shëp. Flasin shqip, flasin, komunikojnë shqip, bojnë pazar shqip, çdo gjë e bojnë shqip.